kur erdhi në tempull kryepriftërinjt dhe pleqtë e popullit iu afruan, ndërsa I jepte mësim dhe I thanë me ç'pushtet I bën këto gjëra. Me ç'pushtet I bën këto gjëra dhe kush ta ka dhënë këtë pushtet dhe Krishti duke u përgjigjur u tha atyre edhe unë do t'ju bëj një pyetje. Në qoftë se do të më përgjigjeni, edhe unë do t'ju a them me ç'pushtet I bëj këto gjëra. Edhe unë dhe Krishti duke u përgjigjur u tha atyre edhe unë do t'ju bëj një pyetje. Në qoftë se më përgjigjeni se do të më përgjigjeni edhe unë do t'ju a them me ç'pushtet I bëj këto gjëra. Pagëzimi I gjonit.
Pagëzimi i Gjonit. Pagëzimi i Gjonit nga ishte nga qielli apo nga qielli apo nga njerëzit. Pagëzimi i Gjonit. Pagëzimi i Gjonit nga ishte nga qielli apo nga njerëzit. Dhe ata arsyetuan midis tyre. Dhe ata arsyetonin midis tyre duke thënë po t'i themi nga qielli do të na thotë pse atëherë nuk i besuat. Por në qoftë se i themi por në qoftë se i themi nga njerëzit, kemi frikë nga turma, sepse të gjithë e mbajnë Gjonin për profet. Dhe ju përgjigjen Krishtit duke thënë nuk e dim. Atëherë ai u tha atyre, as unë nuk do t'ju them, me ç'pushtet i bëj këto. Ishte ungjilli nga Mateu. Lexoj shkrimin tani Tanasi.